Horoskopi ditor, e martë, 6 janar 2026. Dashi. Energjitë kozmike inkurajojnë vetë reflektimin dhe shërimin e brendshëm. Ndërsa hëna harmonizohet me Merkurin, do të gjeni qartësi në fusha që më parë dukeshin të ngatëruara. Përqafojeni mundësinë për të shprehur mendimet dhe ndjenjat tuaja hapur, veçanërisht në marrëdhëniet personale ku komunikimi thyen barriera. Mund të hapen rrugë profesionale nëse tregoni vendosmëri, por kini kujdes nga vendimet impulsive që anashkalojnë detaje të vogla. Financiarisht, një qasje konservatore do t'ju shërbejë mirë. Në frontin personal, kontaktoni dikë nga e kaluara juaj që ju vjen ndërmend. Kjo mund të sjellë gëzim të papritur. Shëndeti juaj përfiton nga ushtrimet. Prandaj jepini përparësi aktivitetit fizik për të kanalizuar energjinë e tepërt pozitivisht. Ndërsa Venus indikon në shtëpinë tuaj të partneritetit, çështjet romantike shkëlqejnë ngrohtësisht, shfrytëzoni këtë për të thelluar lidhjet ekzistuese ose për të ndezur shkëndija të reja. Veprimet tuaja sot hedhin themelet për rritje të konsiderueshme. Qëndroni besnik ndaj instinkteve tuaja dhe besoni udhëtimit në të cilin jeni. Demi. Sot ka të ngjarë të ndjeni një nevojë në rritje për stabilitet. Pasi planeti juaj sundues Venusi formon një aspekt të rëndësishëm me Saturnin. Ky rreshtim nxit përballimin e sfidave ekzistuese në karrierën tuaj, duke e bërë atë një kohë ideale për të rivlerësuar qëllimet profesionale. Durimi dhe fokusi juaj i palëkundur mund të fitojnë vlerësim nga eprorët. Financiarisht, mendoni për investime afatgjata në vend të fitimeve afat shkurtra. Marrëdhëniet personale shohin një thellim të angazhimeve. Është një periudhë e shkëlqyer për të adresuar çështjet përmes bisedave të përzemërta. Thjeshtoni kompleksitetet për t'u siguruar që nuk jeni të mbingarkuar. Atmosfera ushqyese në sferën tuaj shtëpiake ofron ngushëllim, duke e bërë atë një ditë të përsosur për t'u rilidhur me familjen. Ndërkohë, kreativiteti rritet, duke ju lejuar t'i qaseni projekteve me perspektiva të reja. Konsideroni angazhimin në një hobi artistik për t'u çlodhur. Nga ana shëndetësore, ruajtja e ekuilibrit dhe rutinës ju mban të bazuar. Besoni në përparimin e qëndrueshëm dhe përqafoni ritmin e ditës. Këmbëngulja juaj është forca juaj sot. Prandaj lejojeni t'ju udhëheq përpara me besim. Binjakët. Përshtatshmëria juaj natyrale është aleati juaj sot ndërsa përballoni një ditë plot ndryshime dinamike. Një lidhje hën Pluton nxit transformimin, duke ju nxitur të hiqni dorë nga zakonet e vjetra. Përqendrohuni në vetë përmirësimin duke balancuar kërkesat e punës. Edhe pse projektet mund të paraqesin sfida, idetë tuaja inovative do të shkëlqejnë nëse komunikoni në mënyrë efektive. Një njohuri e papritur financiare mund t'ju vijë përmes një bisede, duke ofruar mundësi të reja. Qëndroni të hapur për këshilla. Marrëdhëniet mbartin ngrohtësi dhe të qeshura, prandaj vlerësoni momentet me të dashurit. Ndjekja e planeve arsimore ose të udhëtimit do të përfitojë përpjekjet e ardhshme. Heshni bisedat negative me veten. Në vend të kësaj, pohoni rezultatet pozitive. Në aspektin shoqëror, rrjedhimi sjell aleanca emocionuese. Këto lidhje mund të hapin rrugën për lëvizje të ardhshme në karrierë. Nga ana shëndetësore, futja e një praktike të vetëdijes mund të ndihmojë në menaxhimin e çdo stresi që shfaqet. Përqafoni natyrën tuaj kurioze për të eksploruar rrugë të reja sot. Është një udhëtim vetëzbulimi. Mos harroni, fleksibiliteti dhe përshtatshmëria do t'ju çojnë drejt suksesit në këtë ditë transformuese. Gaforria. Ndikimet qiellore të sot me rrisin aftësitë tuaja intuitive, veçanërisht me çështjet familjare. Ndërsa hëna banon në shenjën tuaj, ju jeni të sinkronizuar me rrymat nëntoksore emocionale të marrëdhënieve. Përdoreni këtë ndjeshmëri për të nxitur lidhjet, duke zgjidhur keqkuptimet me dëmshuri dhe durim. Profesionalisht, është koha për të reflektuar mbi qëllimet afatgjata dhe për të përshtatur veprimet tuaja me to. Financiarisht, respektimi një buxheti siguron qetësi mendore. Merrni në konsiderat planifikimin për të ardhmen për të ndërtuar siguri. Shtëpia juaj është parajsa juaj dhe organizimi i hapësirës suaj mund të çojë në një shpërthim të habitshëm frymëzimi. Ndërsa Venusi zbut humorin tuaj, shprehni vlerësim ndaj të dashurve, duke forcuar lidhjet. Angazhohuni në projekte krijuese ose hobi që ju sjellin gëzim, duke ushqyer shpirtin tuaj. Përfitoni nga energjia qetësuese për t'u rigjallëruar me praktika relaksimi si meditimi ose një shëtitje e qetë. Jepini përparësi kujdesit për veten për të mbajtur stresin larg dhe për të përmirësuar mirëqenien tuaj. Besoni në depërtimin tuaj emocional sot. Ai shërben si busulla juaj për vendimarrje efektive. Luani.
ndërsa dielli angazhohet në dialog harmonik me Jupiterin. Ka optimizëm në ajër që fton hapa të guximshëm drejt aspiratave tuaja. Sot, cilësitë tuaja të leadershipit janë të spikatura, duke e bërë atë një kohë ideale për të filluar projekte të reja ose për të paraqitur ide inovative në punë. Besimi është qelësi, por mos harroni ta balanconi atë me përullësi për të shmangur mbi ngarkesën e kolegëve. Mund të lindin mundësi financiare, shërtojini ato me kujdes, duke u siguruar që ato përputhen me objektiva të afatgjata. Në çështjet personale, karizma juaj tërheq të tjerët tek ju, duke shkaktuar ndërveprime të gjalla. Romanca është veçanërisht e favorizuar sot, perfekte për gjeste të veçanta ndaj të dashurve. Merrni kohë për të dëgjuar dhe ndar ëndrat me partnerin tuaj. Kreativiteti lulëzon ndërsa shpreheni përmes artit ose performancës, prandaj zhytuni në aktivitete që shfaqin talentet tuaja. Nga ana shëndetësore, mbajtja një diete të ekuilibruar ushqen energjinë tuaj të lartë. Përqafoni potencialin e gjerë të kësaj dite duke vepruar me optimizëm dhe vetbesim, duke ju shtyrë drejt përmbushjes së ëndrave tuaja me entuziazëm. Virgjëresha. Konfigurimi planetar i sotëm inkurajon qasje praktike dhe planifikim të detajuar. Ndërsa Mërkuri ndikon në natyrën tuaj sistemike, shfrytëzojeni këtë energji për të organizuar projekte që kërkojnë saktësi dhe qartësi. Në punë, përqendrohuni në përfundimin e detyrave në mënyrë metodike. Zelli juaj nuk do të kaloj pa u vënë re nga mbikëqyrësit. Financiarisht, rivlerësoni strategjitë e kursimit dhe eksploroni mundësitë për rritje të investimeve. Në marrëdhënie, komunikimi është thelbësor, veçanërisht në dinamikën familjare. Sigurohuni që mesazhet të jenë të qarta për të parandaluar keqkuptimet. Jini të hapur për kompromis kur mendimet ndryshojnë. Venusi rrit dëshirën tuaj për harmoni, duke nxitur pajtimin dhe mirëkuptimin në lidhjet romantike. Angazhimi në përmirësimet shtëpiake do të sjellë kënaqësi dhe një ndjenjë arritjeje. Gjeni kohë për relaksim, ndoshta përmes ndjekjeve krijuese si shkrimi ose punimet artizanale. Shëndeti juaj përfiton nga një rutinë e ekuilibruar, duke integruar aktivitetet fizike për t'ju mbajtur të qëndrueshëm. Besojini mendjes suaj analitike sot për t'ju udhëhequr në mënyrë efektive dhe për të krijuar një themel të fortë për suksesin e ardhshëm. Peshorja. Venusi jep energji shenjës suaj sot, duke ftuar harmoni dhe mirëkuptim në të gjitha fushat e jetës. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të balancuar përgjegjësitë personale dhe profesionale, pasi natyra juaj diplomatike ju shërben mirë në negociata. Avancimet në karrierë janë të mundshme nëse tregoni aftësinë tuaj për të nxitur punën në grup. Financiarisht, merrni në konsiderat rishikimet e shpenzimeve për të dhënë njohuri mbi rregullimet e dobishme. Në dashuri mund të gjeni mundësi për të thelluar lidhjet emocionale. Shprehja e ndjenjave tuaja forcon lidhjet. Miq dhe familja vlerësojnë drejtësinë tuaj, kështu që këshilla juaj është e mirëpritur në zgjidhjen e mosmarrveshjeve. Frymëzimi artistik vjen natyrshëm. Kanalizojeni atë përmes përpjekjeve që ju sjellin gëzim. Takimet shoqërore rigjallërojnë shpirtin tuaj. Prandaj kërkoni ngjarje ose aktivitete që ju lidhin me individ me të njëjtat mendime. Nga ana shëndetësore, ruani ekuilibrin duke u përqendruar në të ushqyerit e ekuilibruar dhe praktikat e mirëqenies mendore, të tilla si yoga ose meditimi. Besojini ndjenjes suaj të brendshme të drejtësisë sot, pasi ajo çon në zgjidhje konstruktive dhe përmbushje personale. Akrepi. Sot inkurajoheni të zhyteni më thellë në rritjen personale, ndërsa Marsi rreshtohet me Neptunin, duke nxjerrë në pa anën tuaj introspektive. Kushtojini vëmendje të madhe nxitjeve intuitive që ju drejtojnë përmes mundësive për transformim. Profesionalisht, qëndroni vigjilent ndaj sinjaleve delikate në biseda ose takime që mund të luajnë role vendimtare në vendimmarrje. Mendimi juaj strategjik do t'i përballojë sfidat me mjeshtëri. Financiarisht, rishikoni investimet për të siguruar përputhje me qëllimet tuaja të ardhshme. Marrëdhëniet janë një burim force sot. Angazhohuni në biseda kuptimplote me të dashurit për të forcuar lidhjet. Ndjeshmëria juaj është rritur, duke lejuar empati që forcon lidhjet. Ndjeshmëritë krijuese, të tilla si muzika ose shkrimi, do të përfitojnë veçanërisht nga kjo thellësi emocionale. Ndani kohë për të çlodhur. Merrni në konsiderat aktivitete që ju lidhin me natyrën. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në balancimin e stërvitjeve me teknikat e relaksimit për të ruajtur nivelet e energjisë. Përqafoni rrugën e zhvillimit personal. Aftësia juaj për të transformuar sfidat në pika të forta është e konsiderueshme sot. Shigjetari. Ndërsa Jupiteri fuqizon shpirtin tuaj,
Sot premton një ditë eksplorimi dhe zgjerimi. Profesionalisht, idetë e freskëta zën rënje. Kapni entuziazmin për të përparuar projekte që kërkojnë qasjen tuaj vizionare. Kjo është një kohë optimale për të vendosur qëllime ambicioze dhe për t'i ndjekur ato me energji. Financiarisht, vlerësoni burimet tuaja dhe merrni në konsiderat rrugë të reja për rritje të mundshme. Intuita juaj udhëzon zgjedhje të dobishme. Marrëdhëniet lulëzojnë në një atmosferë të lehtë dhe ndershmërie. Prandaj përqafoni mundësitë për aventura spontane me të dashurit. Ndani aspiratat tuaja. Kjo transparencë pasuron lidhjet tuaja. Përqendrohuni në të mësuarit e vazhdueshëm. Pasi aftësitë e reja të fituara sot hapin rrugën për suksesin e ardhshëm. Nga ana shëndetësore, angazhohuni në aktivitete që rrisin energjinë tuaj. Aventurat në natyrë janë veçanërisht të dobishme, duke ringjallur entuziazmin tuaj për jetën. Ndërsa lundroni ditën, besoni optimizmit dhe qëndrueshmërisë suaj të lindur për të transformuar çdo përvojë në një trampolin drejt arritjeve më të mëdha. Kureshtja juaj natyrore ju çon në njohuri të reja sot, duke zgjeruar horizontet. Britsjapi. Ndikimet astrale të sotme shërbejnë për të përforcuar natyrën tuaj të disiplinuar, duke mundësuar arritje të shkëlqyera si në ndjekjet personale, ashtu edhe në ato profesionale. Përpjekjet e vendosura drejt qëllimeve të karrierës tërheqin njohje dhe ngarkesat tuaja të punës duken të menaxhueshme me një planifikim të kujdesshëm. Theksoni praktikën kur adresoni shqetësimet financiare. Buxhetimi i mençur sot siguron stabilitet afatgjat. Marrëdhëniet e punës përfitojnë nga besueshmëria juaj. Por ushqejini këto lidhje përmes komunikimit të hapur. Jeta personale lulëzon me hënën që rrit inteligjencën tuaj emocionale, duke ndihmuar në mirëkuptimin në ndërveprimet familjare. Partneritetet romantike thellohen, prandaj jepini përparësi kohës cilësore me të dashurit. Ndjekjet krijuese si kopshtaria ose punimet artizanale ofrojnë një mundësi relaksuese për energjinë tuaj të palodhur. Kushtojini kohë rutinave shëndetësore që përforcojnë vitalitetin. Një regjim fizik e mban stresin larg. Përqafoni mundësitë e sotme me një mendësi strategjike, duke shfrytëzuar rrethanat për progres. Si gjithmonë, qëndrueshmëria dhe vendosmëria juaj sigurojnë që çdo hap i ndërmarrë ju afroj pak më shumë me realizimin e ambicieve tuaja me vendosmëri të palëkundur. Ujori. Sot ju mishëroni arketipin e novatorit, ndërsa një shtrirje qiellore ju nxit drejt origjinalitetit. Përqafojeni këtë energji duke injektuar kreativitet në projektet e vendit të punës, duke revolucionarizuar potencialisht proceset rutinë. Bashkpunoni me kolegë që vlerësojnë idetë progresive, duke hapur rrugën për përpjekjet e ardhshme. Financiarisht, merrni në konsiderat opsionet e investimeve jo konvencionale që përputhen me shpirtin tuaj inovativ. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga akte të papritura mirësie. Qasja juaj unike krijon lidhje më të forta. Takimet romantike mund të marrin një kthes të papritur, duke përqafuar spontanitetin. Rezistoni ndaj rënjes në modele të zakonshme dhe kërkoni përvoja që sfidojnë perspektivat tuaja. Angazhohuni në aktivitete shoqërore që nxisin rritjen intelektuale dhe lidhje me pikpamje të ndryshme. Për mirëqenie, jepni përparësi fleksibilitetit mendor me ushtrimeve të djesimi ose një pushim të shkurtër. Ekuilibri është qelësi. Siguroni kohë personale për të reflektuar mbi ndjekjet që ndezin pasionin. Besojini mendjes suaj krijuese sot. Aftësia juaj për të parashikuar mundësitë e së nesërmes krijon shtigje aty ku nuk ekzistoni më parë. Peshqit. Përqafojeni ndjeshmërinë që rrjedh përmes energjive planetare të sotme, ndërsa Neptuni rrit imagjinatën tuaj. Lejoni që këto impulse krijuese t'ju udhëheqin si në sferat personale, ashtu edhe në ato profesionale. Në punë, mbështetuni te intuita juaj kur merrni vendime dhe kërkoni ngushëllim në detyrat rutinë për qartësi. Financiarisht, mbani emocionet nën kontroll dhe eksploroni opsionet me kujdes. Në marrëdhënie, transparenca emocionale forcon lidhjet. Ndani ëndra dhe frikrat tuaja me shok të besuar, duke nxitur intimitetin. Përpjekjet artistike, të tilla si piktura ose poezia, shërbejnë si dalje qetësuese, duke ndihmuar në artikulimin e ndjenjave që janë të vështira për të shprehur. Praktikat shpirtërore ofrojnë bazë. Angazhohuni në meditim për të përqendruar në veten tuaj. Nga ana shëndetësore, ushqeni trupin tuaj me ushtrime të buta që respektojnë gjendjet emocionale, duke ruajtur harmoninë. Sot ju fton të ëndërroni shumë. Vizualizoni qëllime për të motivuar progres të prekshëm. Mos harroni, natyra juaj empatike forcon lidhjet në mënyrë unike. Ruani besimin në dhuratat tuaja intuitive dhe lërini ato të ndriçojnë rrugën përpara,
duke pasuruar udhëtimin tuaj me ngushëllim dhe frymëzim. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.